Shëndeti është pasuria që se kupton sa vlen derisa ta humbësh. Shumë njerëz e marrin shëndetin si të garantuar, ecim, ham, flem, punojmë, qeshim dhe se mendojmë se sa mrekulli është kjo. Por mjafton një dhimbje e gjatë, një diagnozë, një lodhje e pashpjegueshme dhe pa prit mas gjithë prioritetet ndryshojnë. Aty ku më parë ankoheshim për gjëra të vogla, tani do të jepnim gjithçka për një ditë pa dhimbje. Kjo thënie na kujton një të vërtetë të fortë. Shëndeti nuk është vetëm mos me qenë i smur, por është liri. Liri për të dalë, për të punuar, për të udhëtuar, për të qenë i dobishëm dhe për të dashur. Prandaj, kujdesi për trupin edhe mendjen nuk është luks, por përgjegjësi. Të ushqehesh mirë, të lëvizësh, të pushosh, të menaxhosh stresin janë forma mirënjohje për jetën. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.